Prapa meje ndodhet shtëpia e Ragip Shales, 68 vjeçari, i cili mbeti i vrarë fatkeqësisht para disa ditëve këtu në fushicë të poshtme të komunës së Drenasit. Po ashtu ai dyshohet se u vra nga nipi i tij familjar, pra Vebi Plakaj, i cili është 76 vjeçar, në garazhin e tyre. Sipas prokurorisë themelore të Prishtinës, në vendin e ngjarjes u gjet edhe një pistolet e cila dyshohet se është përdorur për vrasje. Ne biseduam edhe me familjarët të Ragip Shales, pra të cilët prapa kamerave na thanë se i gjithë rasti ka ndodhur aksidentalisht dhe tani më ja kanë falur familjes gjakun, pra dhe se nuk do të merren më tutje me këtë rast. Kujtojmë se Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar edhe suspendimin e 2 policëve, cilët dyshohen për neglizhencë sa i përket këtij rasti. Po ashtu kujtojmë se Vebi Plakaj, pra i dyshuari për vrasjen e Ragip Shales, dyshohet edhe për veprën tjetër penale, manipulim me prova.